Në prag të takimit të tyre të hënën, pyetja për shumë njerëz në të dy anët e Atlantikut ishte nëse presidenti Trump do të ushtronte presion të mjaftueshëm mbi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Në fund Netanyahu mori pothuajse gjithçka që mund të shpresonte nga propozimi i Trumpit. Hamasi e gjen veten me shpinë pas murit, pa të drejtë fjale ose vend në tekstin negociues dhe me afate jashtëzakonisht urgjente, që nëse miratohen pa që nevoja që organizatat xhihadiste të ketë nënshkruar vdekjen e saj politike dhe ushtarake, do të duhet përmbush çekun e bardhë që presidenti i SBA i ka dhënë kryeministrit izraelit, i cili përmblidhet në Izraeli duhet bëjë ato që është e nevojshme. Brenda këtij kuadri, Netanyahu ka siguruar që trupat izraelite do të mbeten për një kohë të pasaktuar, jo vetëm në perimetrin e rripit, por edhe brenda enklavës. Referenca për krijimin e një shteti palestinez ishte aq e dobët sa propozimi pothuajse nënkuptonte se palestinezët duhet vazhdonin të ëndërronin. Autoriteti palestinez nga ana tjetër nuk do të kishte asnjë rol në Gaza në të ardhmen e parashikueshme, një kërkesë që ka qenë e pranishme për pothuajse 2 vjet në kushtet kërkuese të Izraelit. Për të qenë të sinqert në lidhje me situatat dhe faktet si propozimi amerikan për arnimin, ashtu edhe ajo që Netanyahu mori në fundit u shndërua ndje 24 orë më vonë dhe me pothuajse të gjithë pamjen në një moment të rrallë triumfi që tregoi se Netanyahu ende mund të siguronte shumë. Nëse jo gjithçka, pavarësisht izolimit ndërkombëtar në rritje të Izraelit, vetëm javën e kaluar disa vende europiane njohon një shtet palestinez, ndërsa në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s kryeministri izraelit foli në një sallë pothuajse të zbrazët për shkak të një bojkoti diplomatik. Të hënën pasdite, pranë Trump, Netanyahu vlerësoi planin amerikan si plotësisht në përputhje me kushtet e tij për t'i dhënë fund luftës me Hamasin, dhe qeveritë arabe e myslimane përfshirë autoritetin palestinez dukeshin gatshme të bashkoheshin. Hamasi nga ana e tij nuk do të kishte asnjë fjalë në të ardhmen e Gazës, diçka që ishte lënë e paqartë në negociatat e mëparshme. Megjithatë, pas pothuajse 2 vitesh të një lufte shkatërruese, ai është i shkatëruar dhe nën presion edhe nga aleatët tradicional si Katari dhe Turqia, pra pranimi i propozimit nuk duket i pamundur. Udhëheqësit e Hamasit tani duhet vendosin, a do ta pranojnë planin e Trump, a do të përpiqen të negociojnë kushtet e tij apo do ta refuzojnë atë. Të gjitha opsionet mbartin rreziqe serioze për veten e tyre, por mbi të gjitha për civilët, jo vetëm në enklav, por edhe në bregun perëndimor, për të cilët heshtja ka qenë shurdhëuese. Të martë, negociatorët e Hamasit do të takoheshin me zyrtar turq në Doha me qëllim, sipas një zëdhënësit Ministrisë së Jashtme të Katarit, të nxisin përfundimin e luftës përmes këtij plani. Trump nga Washingtoni i dhe Hamasit 3 ose 4 ditë për t'u përgjigjur. Hamasi vështirë se do të pranojë një marrëveshje që përbën dorëzimin e pushtetit të tij në Gaza, por refuzimi i plotë i një rruge të qartë për t'i dhënë fund luftës mund t'i zemërojë palestinezët, të cilët kanë vuajtur 2 vite të tmerrshme gjaku dhe shkatërrimi. Analisti palestinez Ibrahim Madhoun, i afërt me Hamasin, tha se plani i Trump bazohet në bllokadën e Hamasit, duke bërë të vështirë pranimin e tij. Grupi ka thënë vazhdimisht se dorëzimi i armëve të tij është një vije kuqe. Megjithatë, ai mund ta pranojë atë si bazë për negociata, tha ai, megjithse shumë nga 20 pikat e planit janë të paqarta dhe do të kërkojnë bisedime të gjata. Çdo kusht është një fush minash që ka nevojë për një marrëveshje të veçantë, theksoi ai. Disa nga lojtarët më kritik në vizionin Trump-Netanyahu për Gazën nuk folën në Shtëpinë e Bardhë. Këto janë vende arabe dhe muslimane si Egjipti, Arabia Saudite, Jordania dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që kanë ofruar të dërgojnë trupa ose të financojnë një forcë paqëruese për Gazën. Këto vende kishin vendosur kushte të qarta, një tërheqje të plotë izraelite, një angazhim për një rrugë drejt shtetësisë palestineze dhe një ftesë nga autoriteti palestinez për të mos u shfaqur si një fuqi pushtuese. Plani Trump-Netanyahu nuk përmbush asnjë nga këto kushte. Izraeli do të mbante një zonë sigurie brenda Gazës dhe forca shumë kombëshe do të merrte territor direkt nga ushtria izraelite. Ndërkohë, autoriteti palestinez është i përjashtuar derisa të reformohet plotësisht, diçka që Netanyahu ironikisht e quajti një mrekulli që nuk do të ndodhë. Sa i përket shtetit palestinez, propozimi vetëm deklaroi se kur Gaza të rindërtohet, ndoshta atëherë do të krijohen kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetvendosjes dhe shtetësisë, me kusht që programi i reformës së autoritetit palestinez të zbatohet me besnikëri. Por nuk kishte asnjë tregues të qartë se kush do ta gjykonte këtë ose si. Edhe pse propozimi duke jashtëzakonisht i favorshëm për Netanyahun, ai përmbante gjithashtu elementë që mund t'i kushtonin atij politikisht, madje edhe referencat paqarta për një shtet të ardhshëm palestinez. I inkurajim për palestinezët që të qëndronin në Gaza dhe refuzim të aneksimit të rripit nga Izraeli. Këto, siç shkroi të martën kolumnisti izraelit Natav Eyal, shkatruan ëndrat e së djathtës ekstreme. Vlen gjithashtu të përmendet se ministrat arabas nuk e përmendën autoritetin palestinez. Megjithatë, vetë AP-ja përshëndeti përpjekjet e sinqerta dhe të vendosura të Trump për t'i dhënë fund luftës dhe shprehu besimin e saj në aftësinë e tij për të gjetur një rrugë drejt paqes. Madje deklaroi se dëshironte një shtet palestinez modern, demokratik dhe të çmilitarizuar. Autoriteti palestinez gjithashtu u zotua të ndryshonte tekstet shkollore që kritikët thonë se demonizojnë Izraelin dhe të eliminonte përfitimet për të burgosurit palestinez dhe familjet e tyre. Ai gjithashtu u zotua të lejonte mbikëqyrjen ndërkombëtare të këtyre ndryshimeve. Fara e përçarjes midis autoritetit palestinez dhe Hamasit që mbiu në vitin 2006, duke dhënë fryte për organizatën xhihadiste në Gaza, sot mund të nxjisë polin ende të fuqishëm të bregut perëndimor në kushte të caktuara.